Erdhi koha e lojës, o balona ime shtrenjtë. Fladi i erës që nga i bukur sot. A je gatshme që të fluturojmë? Hajde pra, le të fluturojmë. Sa bukur është që të luash me balon. Është lojë zbavitse. Me lejo mua, Umër, të luaj pak me të. Në rregull, por kapi perin mirë dhe me kujdes mos të hi nga dora. Mos u shqetëso, Umër. Sa i lumtur që jam. Loja është vërtet zbavitëse. Do të doja të kisha një avion real që të fluturoja me të në qiell bashkë me ty, shoku im. Edhe unë, jam shumë i lumtur gjithashtu. Do të doja të fluturoja me të tek vendet në të cilat jetoi profeti Muhammed. Çfarë ke për qëllim, Umër? Ajo është qabja e nderuar, shtëpia e Allahut të lartmadhëruar, tek e cila drejtohemi çdo namaz. Dhe në këtë vend ka lindur Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Dhe ka zbritur atij shpallja dhe ka nisur thirrjen në adhurimin e Allahut dhe largimin nga adhurimi i statujave. Shpella Hira gjendet në një mal afër Mekës, ku Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, veçohej për të adhuruar Allahun, para sa ti vinte shpallja. Në këtë vend zbriti Xhibrili, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, dhe i solli shpalljen Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Shtëpia e Erkam ibn Erkam ishte në periferi të Mekës. Tek ajo shtëpi takohej Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, me shokët e tij larg idhujtarëve të Mekës. Në të u mësonte çështjet e fesë. Shpella Theur është në jug të Mekës. Tek ajo shtëpi qëndroi Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, me shokun e tij Ebu Bekrin, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, në hijretin e tyre për në Medinë. Medina, vend i bereqetshëm, aty bëri hijretin profeti, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. U vendos në të dhe ndërtoi xhamin e profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Busi i Bedrit. Aty ka ndodhur lufta e Bedrit. Gjatë asaj lufte, muslimanët fituan ndaj idhujtarëve të Kurejshit. Vërtet ato që kanë vende madhështore, Umër, më kujtojnë mua profetin. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të.